kompensime për taksat vendore dhe të çmimit të energjisë elektrike çdo muaj ja përfitimi i pensionistëve. Në morinë e detyrimeve të vendosura për qytetarët, qeveria është kujdesur që nga kjo barë të shpëtojnë kategoritë marginalizuara të shoqërisë, veçanërisht pensionistët, nga rritja e çmimit të dritave tek shtesat për taksën e shtëpive, pastrimit apo edhe arsimit në kryeqytet, për shkak se pensionistët përbëjnë një numër shumë të madh të popullatës me aftësi të ulta paguese. Qeveri dhe pushteti vendor kanë vendosur të përjashtojnë disa kategori, midis të cilave janë edhe të moshuarit, kryesisht pensionistët kryefamiljar. Në total, sipas një llogaritje, pensionistët mund të përfitojnë 850 lek që ju jepet në formë kompensimi nga mos pagesa e taksave dhe tarifave vendore dhe të paktën 648 lek që vjen në formë kompensimi për çmimin e energjisë elektrike. Taksat vendore. Taksa e fundit vendore që është caktuar është ajo e banesës, e cila vjen bashkë me faturën e ujit. Kjo e fundit shërben si agjente tatimore edhe për detyrimet të tjera, që kur lejoi aplikimin dhe vjeljen e saj nga pushteti vendor, u vendos përjashtimi disa kategorive pensionistësh nga pagesa e taksës së banesës. Taksa llogaritet 0 presje 0,05% të çmimit të 1 metri katror shumëzuar me sipërfaqen e apartamentit apo shtëpisë. Mesatarisht 1 metër katror në Tiranë blen 89.000 lekë. Për një apartament me sipërfaqe mesatare rreth 80 metra katror, taksa është 3.600 lekë në vit ose 300 lekë në muaj. Pensionistët kryefamiljar nuk e paguajnë këtë taks, por jo vetëm këtë. Sipas ligjit në Tiranë, pensionistët kryefamiljar janë të përjashtuar edhe nga taksa e përkohshme për infrastrukturën arsimore dhe tarifa së pastrimit dhe largimit të mbeturinave. Taksa e arsimit është 150 lekë në muaj, ndërsa tarifa e pastrimit është 417 lekë në muaj. Edhe për këto taksa, pensionistët do të kompensohen duke mos paguar. Pra vetëm nga taksat dhe tarifat që paguen bashkë me faturën e ujit, pensionistët kursejnë rreth 850 lekë. Kompensimi për dritat. Që nga viti 2015, pensionistët kryefamiljar kompensohen edhe për rritjen e çmimit të energjisë elektrike. Kompensimi mujor është 648 lekë. Ndryshe nga taksat, kompensimi për energjinë është në para dhe i shtohet pensionistit. E përbashkëta e kompensimit të taksave, pra përjashtimit nga pagesa dhe kompensimit të energjisë elektrike, janë pensionistët kryefamiljar. Vetëm këta mund të mos paguajnë taksën e shtëpisë dhe taksat e tjera lokale, si dhe të përfitojnë. Kompensimin e energjisë dhe kushtet janë të thjeshta. Dokumentat që duhet të dorëzojnë janë kopje kontratës me operatorin e shpërndarjes energjisë në emrin e vet, kopje librezës ose faturës të likuiduar që vërteton që e paguajnë energjinë e konsumuar, certifikat familjare për të vërtetuar që janë kryefamiljar të vetëm ose kanë persona të tjerë të familjes në moshpune, si dhe një deklarat që plotësohet pranë sporteleve të agjensive. Verifikimi nëse familjarët e tjerë të familjes janë të papunë, punkërkues, bëhet nga ana jon zyrtarisht në zyrat e punës. Pra kush është pensionist me të ardhura vetëm nga pensioni, pra me fëmijë ose të ndarë nga certifikata familjare ose të papunë, apo kush është pensionisti pa të ardhura të tjera, përfiton kompensim energjie 648 lekë në muaj, si dhe mos pagim taksash rreth 850 lekë në muaj. Kushti është që libreza e energjisë të jetë në emër të tij. Sikurse edhe në rastin e taksës së pronës, duhet që certifikata e pronësisë së shtëpisë të jetë në emër të tij. Në total, nga kompensimi mund të përfitohet rreth 1.500 lekë në muaj. Dokumenta, fotokopje të nënshkruar të kartës së identitetit, certifikat familjare për invalidët, për antarët madhor të familjes, vërtetim nga zyra e punës që janë punëkërkues të papunë, fotokopje të kontratës së furnizimit me energji elektrike, cila është në emër të kryefamiljarit të vërtetuar me firmën e pensionistit, fotokopje të librezës së energjisë elektrike që vërteton se nuk ka detyrime të papaguara.